Karakteri i njerëzve të lindur në qershor, meshkuj dhe femra, çfarë i bën kaq të veçantë, çfarë fshihet pas buzëqeshjes dhe shikimit të thellë të një personi të lindur në qershor. Në këtë video do të zbulojmë karakterin e jashtëzakonshëm të njerëzve që kanë lindur në muajin e 6 të vitit, me një analizë të ndarë për meshkuj dhe femra, nga mendja e mprejtë e binjakëve deri tek zemra e ndjeshme e gafores. Qershori sjell në jetë njerëz me botë të pasur, shpirt të lirë dhe ide që mund të ndryshojnë botën, zbulo tiparet më të forta dhe më të dobta të tyre, talente të fshehura dhe sfida personale, si janë në dashuri, miqësi dhe jetë profesionale, çfarë i bën vërtet të veçantë dhe të paharrueshëm. Nëse ti apo dikush i dashur për ty ka lindur në qershor, kjo video është për ty. Muaji i 6 i vitit, qershori, është një muaj ku lindin njerëz që i përkasin dy botëve krejtësisht të ndryshme, binjakëve, që vrapojnë pas mendjes dhe fjalës, dhe gafores, që ndjekin ndjenjen dhe zemrën. Njerëzit e lindur në këtë muaj bartin brenda vetes dritën e verës dhe misterin e emocioneve të thella. Ata janë të ndërlikuar, të bukur dhe shumë interesant, ngjyrat me fat, e verdha dhe bluja e hapur, guri i lindjes, perla dhe alexandriti, numrat me fat, 5, 14, 23, aroma që i relakson, lavanda dhe nenexhiku. Talente të zakonshme, shkrim, komunikim, këngë, dizajn, psikologji, kujdes për të tjerët, mësimi i tyre jetësor, të gjejmë balancën mes mendjes dhe zemrës. Cilat janë tiparet më dalluese të lindurve në qershor? Mendje të ndritura dhe të shpejta. Të lindurit në qershor janë ndër njerëzit më të zgjuar dhe më të vëzhgueshëm që mund të takosh. Ata analizojnë gjithçka që ndodh rreth tyre dhe nuk i shpëton asgjë syrit të tyre të mprehtë. Me një mendje të shpejtë dhe një intuit të natyrshme, ata shpesh janë një hap përpara të tjerëve, si në të kuptuarin e situatave, ashtu edhe në zgjidhjen e tyre, krijues dhe artistik. Shumë nga ata kanë një lidhje të fortë me botën e artit, ngjyrave, fjalës apo zërit. Ata shuhen për imagjinatë të pasur dhe aftësi për të krijuar diçka unike nga asgjëja. Edhe kur nuk janë artist me profesion, mënyra si e shprehin veten apo zbukurojnë jetën është gjithmonë e veçantë. Kanë shije estetike të hollë dhe shpesh ndjekin ose krijojnë trende, të ndjeshëm dhe të dhëmshur, sidomos ata që lindin pas datës 21 qershor, në shenjën e gafores, janë thellësisht të ndjeshëm. Ata ndjejnë dhimbjen e të tjerëve sikur të ishte e tyre. Janë të dashur, të kujdesshëm dhe gjithmonë gati për të dhënë ndihmë, edhe kur vetë janë të lodhur. Për ta, familja, miqtë dhe njerëzit e dashur kanë një vend të shenjtë në zemër, të paqëndrueshëm në humor. Një ndër tiparet më interesante dhe ndonjëherë më sfiduese është ndryshimi i papritur i humorit. Ata mund të qeshin me shpirt në një moment dhe të tërhiqen në heshtje në tjetrin. Kjo nuk vjen nga kokfortësia, por nga ndjeshmëria dhe përthithja e energjive përreth. Ata jetojnë ndjenjat me intensitet dhe ndonjëherë kjo i bën të paqëndrueshëm. Komunikues të lindurit në qershor dinë të flasin dhe ta bëjnë bukur. Ata kanë dhunti për fjalën, për bindjen, për tregimin e historive. Qoftë në një bisedë të zakonshme apo në një fjalim publik, ata të tërheqin vëmendjen dhe të bëjnë për vete. Janë sharmantë, me një mënyrë të veçantë për të ndërtuar lidhje me njerëzit përreth. Karakteri i femrave të lindura në qershor. Femrat e lindura në muajin qershor janë si një enigme e ëmbël që nuk zgjidhet lehtë. Ato janë një përzierje e rrallë magjie, mendje mpretësie dhe ndjeshmërie, si drita e mëngjesit që shpërthen pas një nate të gjallë. Ajo është e paparashikueshme, por gjithmonë interesante. Nuk është grua që kalon pa lënë gjurmë, nëse është e shenjës së binjakëve, 21 maj, 20 qershor, ajo është e shkathët, e zgjuar dhe gjithmonë në kërkim të sëres, komunikon lehtësisht. Ka një sens humori të hollë dhe shpesh është një biseduese magjepsëse, ka aftësinë për të lexuar njerëzit në mënyrë të thellë dhe intuitive, si një radar emocional që nuk gabon lehtë. Ajo mendon shpejt dhe flet me një sharm që e bën të duket sikur gjithmonë e ka përgjigjen e duhur, ka shumë pasione dhe shpesh i ndëron drejtimet e jetës me shpejtësi, por me entuziazëm të sinqertë. Nëse është e shenjës së gafores, 21 qershor, 22 korrik, ajo është më e brendshme, më e rezervuar, por jashtëzakonisht e thellë në ndjenja, ndjen gjithçka me një intensitet të rrallë, qoftë dhimbjen, dashurinë apo gëzimin, është e përkushtuar, besnike dhe gjithmonë e gatshme të mbrojë. Ata që do, shpirti i saj kërkon ndjenjë, siguri dhe lidhje të thella emocionale. Ajo është nën me shpirt edhe kur nuk ka fëmijë, sepse gjithmonë kujdeset, ngroh dhe jep dashuri.
Të mirat e saj, inteligjenca emocionale, kupton pa u thënë, ndjen para se të shfaqet diçka. Krijimtaria, ajo mund të shkruaj poezi pa dashur, të krijojë botë të tëra në mendje apo të kthejë një ditë të zakonshme në art. Besnikëria është ajo që mbetet kur të tjerët largohen. E rrallë në një botë të ndryshueshme, komunikimi, nëse është binjake, do të di si të flasë. Nëse është gafore, do të di si të dëgjoj. Sharmi natyral, pa bërë shumë përpjekje, tërheq vëmendjen dhe lëmbresa, gabimet apo dobësitë e saj, ndryshimet e papritura të humorit, ajo mund të qesh dhe të lotoj në të njëjtën ditë. Paqëndrueshmëria, shpesh lë gjëra për gjysmë sepse mendja i shkon diku tjetër. Ndjeshmëria e tepruar, fjalët që të tjerët harrojnë, ajo i mban mend për vite. Pritshmëritë e larta në dashuri. Kërkon një lidhje të thellë dhe shpesh zgënjehet kur të tjerët nuk dinë të duan njësoj. Humbja në mendime, ka tendencë të jetojë më shumë në botën e saj të brendshme se në realitetin përreth. Në dashuri, ajo nuk jepet lehtë. Të fitosh një grua të lindur në qershor kërkon durim, komunikim dhe ndershmëri të thellë. Ajo provon, vëzhgon, mendon, por kur dashuron, nuk ka kthim pas. E jep veten të plot, me zemër, me trup dhe me shpirt. Dashuria për të nuk është lojë, është përkushtim, mban mend gjithçka, një përqafim, një fjalë të bukur, por edhe një plagë që s'u mbyll kurrë. Nuk harron as mirësinë, as dhimbjen. Por nëse e ke zemrën e saj, do të ndihesh si njeriu më me fat në boll. Karakteri i mashkullit të lindur në qershor, shenja e binjakëve. Mashkulli i lindur në muajin qershor, veçanërisht në shenjën e binjakëve, është një përzierje intriguese e intelektit të mbredh, karizmës sociale dhe një shpirt kërkues. Ai është gjithmonë në lëvizje, në mendime, në ide, në biseda dhe shpesh edhe fizikisht. Të mirat e mashkullit të qershorit, binjakëve, komunikues i lindur, ai di të flasë, të dëgjojë dhe të përfshihet në çdo lloj bisede. Me të, biseda nuk mbaron kurrë, kurioz dhe i zgjuar, i interesuar për gjithçka që ndodh rreth tij. Ai është i informuar, i lexuar dhe ka gjithmonë diçka për të thënë. Charmant dhe karizmatik, është lehtësisht i dashur për të tjerët. Di si të lërë përshtypje pozitive dhe të bëjë për vete, adaptues dhe fleksibël. Ai përshtatet me çdo situatë dhe ka aftësinë për të ndjerë si në shtëpi kudo që shkon, me shpirt të lirë, vlerëson pavarësinë e tij. Është i pavarur në mendim dhe i paprekshëm ndaj presionit të shoqërisë, krijues dhe me ide të pazakonta. Është i zoti në krijimtari, si në art, si në biznes apo në mënyrën si mendon për jetën, dobësitë dhe sfidat e tij. I paqëndrueshëm emocionalisht, humori ndryshueshëm dhe ndonjëherë mungesë përqendrimi në ndjenja. E ka të vështirë të përqendrohet gjatë, ndonjëherë fillon shumë gjëra, por i lë përgjysmë nga mërzia ose dëshira për diçka më interesante. I paparashikueshëm, sot mund të jetë romantik, nesër i ftohet. Kjo e bën të vështirë për partnerët e tij, e shmang konfrontimin emocional, nuk i pëlqen të përballet me ndjenja të thella ose biseda shumë serioze, flirtues nga natyra, edhe kur nuk ka qëllime serioze. Mund të keq kuptohet për shkak të sjelljes së tij miqësore dhe të hapur. Në dashuri, mashkulli i qershorit është një partner i gjallë, plot humor dhe interesant. Ai kërkon një marrëdhënie ku të ketë komunikim, liri dhe ndjenjë bashkëpunimi. Nuk i pëlqen lidhjet që e kufizojnë apo e mbyllin. Nëse e ndjen i lirë dhe i kuptuar, mund të bëhet një partner i mrekullueshëm dhe besnik. Por nëse ndjehet i mërzitur apo i bllokuar, ai tërhiqet ose largohet emocionalisht. Në karrierë dhe jetë, ai është shumë i zoti në fusha që kërkojnë komunikim, shkëlqim publik, kreativitet apo mendim analitik. Profesione si gazetar, mësues, shkrimtar, drejtues projektesh, IT, tregti apo çdo fushë ku ka ndryshim dhe lëvizje janë perfekte për të. Fati dhe energjia pozitive për femrën e qershorit. Fati e ndjek kur është e vërtet me veten. Femra e qershorit tërheq fat dhe mundësi të shkëlqyera kur jeton në harmoni me shpirtin dhe ndjenjat e saj. Kur ndjek intuitën dhe zemrën, dera e fatit i hapet natyrshëm. Energjia e dashurisë dhe ndjeshmërisë. Ndjeshmëria e saj, veçanërisht nëse është gafore, e bën shumë tërheqëse për njerëzit rreth saj. Dashuria dhe përkushtimi që ajo jep rikthehen me fat dhe përkrahje në mënyra të papritura. Krijimtaria dhe pasioni sjellin fat, kur investon energjitë e saj në art, punë krijuese ose projekte që i duan zemrën. Ajo hap rrugë për sukses dhe mundësi të reja. Idetë e saj magjepsëse janë një magnet për fatin, rreth i mbështetësve. Femra e qershorit ka fat kur i rrethohet me njerëz pozitiv, të sinqertë dhe të besueshëm. Përkrahja e njerëzve që e duan dhe e respektojnë e çon në përparim dhe fat, harmonia mes punës dhe jetës personale. Fati i buzëqesh kur ajo kujdeset për veten, balancuar mes përgjegjësive dhe momenteve të kënaqësisë.
Kur nuk haron të gëzoj jetën, gjen edhe më shumë rrugë për të arritur qëllimet e saj, aftësia për të rikthyer fatin pas sfidave, edhe kur përballet me vështirësi. Femra e qershorit ka fuqinë për të ngritur dhe për të tërhequr energji të reja pozitive. Ajo e kupton se çdo sfidë është një hap drejt diçkaje më të mirë, besimi dhe optimizmi. Sa më shumë që beson në vetvete dhe në të ardhmen, aq më shumë fat e gjen në rrugën e saj. Qëndrimi pozitiv dhe shpresa janë dy aleatët e saj më të fortë. Këshilla dhe rituale për fat dhe energji pozitive për femrën e qershorit. Çdo ditë kalojini pak minuta në qetësi, duke u fokusuar tek frymëmarrja dhe duke dëgjuar zërin e brendshëm. Kjo ndihmon për të përforcuar intuitën dhe për të marrë vendime të mira që sjellin fat. Shkrimi i qëllimeve dhe falënderimi. Mbaj një ditar ku shkruan qëllimet e tua të përditshme, mujore dhe vjetore. Çdo mëngjes falëndero për atë që ke dhe për mundësitë që do të vinë. Falënderimi rrit vibracionet pozitive dhe tërheq më shumë fat. Mbajtja e gurëve me energji pozitive, gurët si kristali kuarci i trëndafilit për dashuri, ametisti për qetësi dhe harmoni, ose citrini për pasuri dhe fat. Mbaje me vete ose në shtëpi për të rritur energjinë pozitive, veshje me ngjyra që nxjerrin në pa personalitetin, ngjyrat e qeta si blu, e gjelbër, ose ngjyrat e tokës i përshtaten mirë femrës së ndjeshme dhe kreative të qershorit. Duke rritur besimin dhe vetvlerësimin, të jesh e rrethuar nga natyra, një shëtitje në park, pranë detit apo malit ndikon shumë në shpirtin e saj. Kjo lidhje me natyrën i jep energji të re dhe hap rrugë për fat dhe gëzim. Shpreja e kreativitetit, vendose pak kohë për të krijuar, qoftë duke shkruar, pikturuar, vallëzuar ose për të ndjekur një hobi tjetër që të bën të ndihesh e lumtur. Kreativiteti është rruga më e mirë për të tërhequr mundësi dhe fat. Përkushtimi në marrëdhënie, bëhu e sinqert dhe e përkushtuar ndaj familjes, miqve dhe partnerit. Ndihma dhe dashuria që jep shpërblehen me mbështetje dhe fat në situata të ndryshme. Rituali i pastrimit energjetik, përdor tymin e xhinxherit, sage ose lule diellit për të pastruar energjinë negative nga shtëpia apo hapësira ku punon. Kjo ndihmon që vetëm energjitë pozitive të qëndrojnë pranë teje. Bëj plane dhe vepro gradualisht. Femra e qershorit është shpesh shumë kreative, por ndonjëherë i duhet të mësojë të jetë më e organizuar. Bëj plane të vogla dhe përparoni hap pas hapi për të arritur ëndrat e mëdha. Besimi në univers. Beso se çdo gjë që ndodh ka një arsye dhe tërhiq fatin nëse qëndron e hapur për surpriza dhe mundësi të reja. Kur beson, lëvizja e energjisë është në favorin tënd. Fati dhe energjia pozitive për mashkullin e qershorit. Fati e ndjek kur është autentik. Mashkulli i qershorit tërheq fat dhe mundësi të mira kur është vetvetja dhe ndjek pasionet e tij me sinqeritet. Kur nuk bën kompromis me veten, dera e suksesit i hapet lehtë. Mundësi në komunikim dhe rrjete sociale. Ai ka fat kur e përdor dhuntinë e komunikimit për të ndërtuar lidhje të rëndësishme. Shpesh fatin e tij e gjen nëpërmjet kontakteve që krijon me njerëz të rinj. Energjia e ndryshimit të shpejtë sjell fat. Kur pranon ndryshimet dhe është i gatshëm të adaptohet, fatmirësisht gjërat e mira e gjejnë shpejt. Lëvizshmëria dhe kurioziteti i tij janë dy burime kryesore fatmirësie. Rrethi i duhur i miqve dhe partnerëve. Fati e ndihmon më shumë kur rrethohet me njerëz pozitiv dhe mbështetës. Marrëdhëniet e mira, veçanërisht ato që bazohen në sinqeritet dhe ndershmëri, i sjellin shumë përfitime. Besimi në vetvete. Sa më shumë që beson në aftësitë e tij, aq më shumë do të hapen dyert e fatit. Pozitiviteti dhe qëndrimi optimist janë çelës për të tërhequr mundësi të reja. Lojtar në fat, jo fat keq. Ai është shpesh i vetëdijshëm për ndryshimet në jetën e tij dhe i jep mundësi vetes për të provuar rrugë të reja. Kjo e bën fatin më shumë partner se sa armik. Beso se çdo gjë që ndodh ka një arsye dhe tërhiq fatin nëse qëndron e hapur për surpriza dhe mundësi të reja. Kur beson, lëvizja e energjisë është në favorin tënd. Njerëz të lindur në qershor, ju jeni një kombinim unik i mendjes dhe zemrës, një përzierje e energjisë së paqëndrueshme të binjakëve dhe ndjeshmërisë së thellë të gaforës. Ju posedoni inteligjencë të shpejtë, një shpirt kreativ dhe aftësinë për të kuptuar të tjerët në mënyrë të jashtëzakonshme. Nëse je lindur në qershor ose një shok apo familjar, shpërndaje këtë mesazh. Le të përhapim energjinë pozitive dhe dritën e qershorit të sa më shumë njerëz. Tag miq që duhet ta dinë këtë dhe bashkë shpërndajmë magjinë e këtij muaji të veçantë. Faleminderit.